Mirdita, shpresoj t'jeni mirë dhe gjërat të shkojnë më mirë, por me sa duket miqtë e mi, çdo gjë po shkon drejt një dizastri, drejt një kolapsi total. Të gjithë po flasin për naftën, por nuk kanë folur për gazin. Gazi që është thelbësor, është ashtu siç ajo edhe shkëndia që ndes zjarrin. Pa shkëndien nuk ndizet zjarri. Dhe vetëm në orët e fundit do t'i them se çfarë ka ndodhur dhe ku do të shkojë ky efekti domino. Dëgjojeni me kujdes. Kush është rastisht, nëse nuk e ka bërë, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Më falni që e them gjithmonë, por shumë shikojnë këto video dhe nuk janë lidhur me faqe, sa më shumë jemi dhe aq më tepër i afrohemi së vërtetës, sepse unë vetëm nuk bëj dot asgjë. Kështu ju faleminderit, nuk ju kushton asgjë. Tani duhet të dini që para pak ditësh, Izraeli shkatërroi pikën më të rëndësishme në botë të gazit. Pra, pika më e rëndësishme në botë që duhet të dini, siç ju thash më përpara, që është shkëndia, pra gazi është shkëndia e flakës. Sepse shumë makineri dhe shumë gjëra në botë lëvrojnë ose lëvizin nëpërmjet gazit. Dhe South Park, që është aty në Golfin Persik, shpërtheu u shkatërrua. Dhe thash ka ndodhur para pak ditësh, kurse parmbrëm Irani u përgjigj nga ana tjetër, sepse Irani tha, a është kështu tha, ja u rregulloj unë. Dhe Irani shpërtheu Northfield, një vend tjetër që ai e menaxhonte së bashku, pra Irani, së bashku me Katarin. Dhe e dini se çfarë do thotë kjo, sepse janë dy qendrat më të rëndësishme që janë madhështore, më madhështore që ekzistojnë në botë. Dhe këto, një efekt domino i tillë do të krijojë probleme të pariparueshme për vite me radhë. Dhe tani do t'ju them. Thash që të gjithë flasin për naftën, por jo për gazin, sepse gazi lëvron një pjesë të madhe të makinerive në botë. Dhe njëkohësisht edhe vendet e zhvilluara, jo vetëm në si quhen, në fabrika, uzina e tjerë, por edhe në shtëpi. Çdo të thotë kjo, sepse duhet të dini që gjithë bota ka një marrëdhënie të përbashkët. Ti më jep këtë, unë t'jap këtë. Dhe në qoftë se dëmtohen vendet e zhvilluara, për shembull në këtë rast vendet e zhvilluara që përdorin shumë gazi, sepse për shembull Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi nuk është se përdoret shumë gazi, por vendet e zhvilluara ne kemi marrëdhënie me vendet e zhvilluara. Dhe kjo do të krijojë një efekt domino të pariparueshëm. Tani, për ata, ju e keni kuptuar që nafta është rritur shumë, vetëm në muajin që po flasim tani, është rritur në pothuajse 50%. Do t'ju them se sa. Para se të fillonte lufta, pikërisht një muaj e pak para se të fillonte lufta, ishte $62 nafta. Sot, që është ditë e premte, është data 20 mars, ka shkuar në 109%, pra pothuajse $110 për fuqi. Nuk e keni kuptuar që në një muaj është rritur kaq shumë, është tmerr ta mendosh. Merrini me mend nëse dal nga dal të rritet akoma më shumë dhe çfarë do të ndodh pas 6 muajsh. Shikoni, nuk është problemi vetëm i naftës, me një fjalë që rritet nafta sepse ti rrin në shtëpi thua edhe mbyll Chelsea, atë makinën me Chelsea dhe rinë në shtëpi. Jo, të dashur, jo. Por problemi është që në qoftë se makinerit nuk punojnë sot, me një fjalë të punojnë tokat për të mbjellë, sepse jemi në sezonin e mbjelljes, do të ketë një shkatërrim total. Dhe do t'ju them pse përse. Sepse gjithë bota lëvron në bazë të naftës dhe të gazit. Me naftë punojnë traktorat, uzinat, por ne ta zëm tani për traktorat që shkojnë, sepse kjo është periudhë, siç ju thash, që është e mbjelljeve. Tani, në momentin e mbjelljes, është thelbësore që makineritë të punojnë, tani, sepse në qoftë se nuk mbjellin tani, çfarë do korrim ne pas 6 muajsh, apo në fund të vitit? Çfarë do korrim? Nuk do korrim dot asgjë. Sepse s'do ketë ushqim. Pra problemi nuk është sot, e përsëris e njerë, por efekti domino është nesër. Ja u kam thënë para ca kohësh që Ania Tok, sepse kështu e kam quajtur, Ania Tok ka kohë që ka filluar lundrimin e saj në det hapur. Dhe ishte vetëm fillimin atë kohë. Tani po fillon që të lundroj jo vetëm det hapur, por me suferin. Dhe problemet do jenë të pashmangshme. Shikoni, në Myanmar
kanë ndaluar makinat një ditë po, një ditë jo. Në si quhet, në Sri Lanka mund të marrësh vetëm 15 litra naft në javë. Në javë 15 litra. Në Taiwan e kanë ndaluar dhe vendi thotë që më mirë të rini në shtëpi sepse nuk ka naftë. Në vendet e tjera, për shembull në Pakistan janë mbyllur gjitha shkollat, çfarë janë institucionet, merreni më të mbyllen edhe shkollat, sepse s'ka, me se do lëvizin. Pra e kuptoni që ky është vetëm fillimi dhe nuk është ky problemi, siç ju thash më përpara. Problemi kryesor është i çfarë do të ndodh pas 6 muajsh, 7 muajsh, një viti. Sepse në qoftë se nuk do të mbjellim sot, nuk do të korrim nesër. Ne, pjesa dërmuese e shqiptarëve dhe unë, jam rritur në fshat. Dhe e dim shumë mirë që në qoftë se ne nuk do mbjellim tani, çfarë do korrim në nesër? Çfarë do ham? Do ham lakra, ne nga fshati mund i ham lakrat, por ata në qytet çfarë do bëjnë? Tani çfarë ndodh në qoftë se ata në qytet do kenë probleme? Nuk janë mësuar. Nuk janë mësuar ashtu siç ne, nga fshati që mund të ham dhe lakra. Dhe e dini se çfarë bëhet? Mjafton një pushk, një e vetme, dhe bëhet ai, e keni para të filmin me ata zombit, do hanë njerëzit njëri tjetrin. Dhe nuk e kuptoj se përse po ngërdheshen dhe po bëjnë këtë konflikt mes njëri tjetrit gjithë. Me fjalë, e kuptuam që duan të heqin naftën, e kuptoj, por është një moment, duhet ishin të përgatitur, ne nuk jemi të përgatitur. Gjithë bota, se po më marrin telefon, gjithë bota është e pa përgatitur, sepse jemi në një periudhë të vështirë. Vështirësia nuk është vetëm në, siç ju thash, në naftë, por është në ato çka do të shkaktoj efekti domino. Sepse tashmë, nëse keni vënë re, edhe Emiratet Arabe kanë ndaluar jo vetëm prodhimin e naftës, por edhe të gazit. Sepse nga këto shpërthime që janë bërë kohët e fundit, jo vetëm që janë prekur ata, por duan të jenë edhe më të kontrollojnë situatën, siç tha edhe princi. Tani, nga ana tjetër, Donald Trumpi, që kishte premtuar që nuk do të kishte më luftra, e kuptojmë që ai është kundër Iranit, që Irani mos të shpërbëj çfarë ka armatime të rënda, me fjalë ato të bombave atomike etj. Mirë po, në këtë situatë që gjendemi, ishte shkallëzimi, ka ecur me hapa gjigant, kemi arritur në një moment që është vërtet shumë delikat. Dhe doja t'ju pyesja juve, ju, si e mendoni këtë situatë, që ta diskutojmë së bashku? Me një fjalë, në qoftë se nuk është puna, e përsëris dhe nuk është puna vetëm e gazit dhe të naftës, por si do të shkojnë gjërat më vonë? Çfarë do të ham? Sepse në qoftë se nuk do mbjellim sot, çfarë do ham nesër? Ju çfarë mendimi keni? Si mendoni, si e mendoni të gjithë këtë situatën? Në Kosovë, Maqedoni, Mallzi është rritur nafta, ka shkuar deri në 2 euro. Më thoni ju, aty ku gjendeni? Edhe në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, Mallzi, apo edhe në vendet e tjera të botës ku gjendeni, më thoni sa është nafta, na tregoni që ta dim këtu dhe ta diskutojmë. Ndoshta diçka mund të ndryshoj. Tani është rritur deri tani nafta, siç ju thash, por ka shkuar në 110 euro, pra afërsisht $110 ajo fuqia. Tani në 2 muajt që do vinë, pas 2 muajsh, 3 muajsh, që do ketë dhe lëvizje më të mëdha të makinave në përgjithësi, çfarë do të ndodh? Ku do të shkoj çmimi? Dhe tjetra, që është akoma më e rëndësishme, si do ta përballoj njerëzimi një kolaps të tillë? Si? Sepse ky është, siç thashtë edhe më përpara, më thoni nëse un kam gabim ose jo, a është ky një efekt domino që prek njërën pas tjetrës gjërat, pra duke filluar nga, siç thash tani, gazi, nafta, ushqimi, bankat, sepse janë të gjitha të lidhura me njëra tjetrën, etj. Pra mundet që të shkaktoj një problem të madh botëror, që ai parashikim që është bërë para disa viteve, i zhduke si një pjesë të madhe të popullatës të ndodh pikërisht duke ngrënë njëri tjetrin, sepse këtë po mendoj që po na çojnë drejt kësaj. Dhe e përsëris edhe një herë,
kush është nga fshati nuk e ka problem për të mbijetuar, por ata që janë në qytet, ata nuk janë mësuar. Dhe ky është problemi kryesor. Dhe në qoftë se qëllohet, si thash, një plum i vetëm, një pushkë vetme, atëre përgatituni për luftën e zombëve. Sinqerisht e them, megjithatë do dëshira një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni. Pres ta diskutojmë, dëgjojmë më vonë, ju përqafoj.